Persona që i kanë duart ose këmbët e ftohta duhet urgjent ta dëgjojnë këtë. Ndodh jo rrallë herë që gjymtyrët jenë të ftohtë edhe kur temperatura e ambientit është normale, por mos e neglizhoni, ka diçka të tillë pasi ftohja e gjymtyrëve mund të lidhet me disa probleme shëndetësore. Roli i stresit dhe i ankthit gjithashtu mund të jenë ndikues. Stresi dhe ankthi janë fajtorë të këtij problemi. Një nga kundërpërgjigjet më natyrale të trupit ndaj stresit është nervozizmi, që lëshojë më shumë adrenalinë në gjak. Ajo shkakton shtrëngime në enët periferike të gjakut. Probleme me qarkullimin gjithashtu mund të jenë një arsye. Qarkullimi jo i mirë i gjakut shkakton ftohje të përsëritura të këmbëve dhe të duarve. Qarkullimi problematik vjen si pasojë e një jete sedentare ose qëndrimi të ulur për shumë kohë. Duanpirja gjithashtu shkakton vështirësi për gjakun që të arrijë në çdo zonë të trupit. Anemia dhe diabeti gjithashtu mund të jenë faktorë më të mëdhenj ndikues të këtyre problematikave.